Tani me shumë respekt do ftoj në skenë studiuesin e etnografisë dhe artistin zotin Ylber Geca. Puna e tij në ruajtjen dhe promovimin e kulturës popullore është një kontribut shumë i vyer për identitetin dhe kujdesën kulturore të Hasit. E ftoj me duar trokitje. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje kryetarët bashkisë, miqve dhe mustafirëve që kanë marrë pjesë tonë, familjen Kurpali, gëzuar ditëlinjen, se ditëlinja jote shkruhet edhe këtu se ki ra ti dhe ki majt kitë vlerë, ka që të nësësh. Maja qika me ta me kulanë. Hajde këtu. Hajde. Vesha ma vjetër Hasjani. Kjo quhet veshja e vlanës. Në pang, në qarap, në kule, në kanacë, këmish, kanoci masëm, marhama, veshja që ne ka përfasu hasin këtu dhe hasin atje. Faleminderit zemra e mi. Vazhdojmë të shikëm që fëllë një qikë me shami, po me shami. Kjo veshja Rex, ajo e vlanës, kjo e Rex. Reka, në fakt, kjo anuncës e jona. Se kina me marham, sukur kina pa shumë plaka në këtë trullë. Kjo fillon edhe kjo. Fillojmë në pang, në qarap, kanoci parë, kanoci masën, këmisha, jeleki, edhe qika si jo, mashallah. Je ma mirë në bërë. Hajde. Tashi, ne kemi dy. Hasi i vrins, hasi i brins, hasi i gurit me pa bon, hasi i vrins pap me veshit janë falin pak se nga va pak vrap. Hasi, se me qenë si unë në gjatë qoqe që aty, po s'kam dojt me full marë shumë si ajë, po i afron edhe ati se i kam bon vetë me duhet të minja, i punoj vetë të tesha, edhe ja kam lanë, i ka Pallati Kulturës, Pjedër Bogdani, gjitha, aty i ka. Tashi, burrat e gurit u veshin, edhe me jelet, matrasina, se e konë dalojka, peshiri, shamia zeze, apanga, tirqje, gajtonit, u bëshin varë tash se shpia Kurpalit ka dhe të tjerë që ka shenjë daluse. Tjerë që me 7 gajtona. Po kanë shpi si u që ka kulla filanit, e kulla filanit u daloshin edhe në tjerë që edhe u caktoj ka vendi ku vika shpia Kurpalit, ishtë sofra e veçanë për tanë se edhe të tjerë që edhe ta ponga u daloshin vesh. Tash ti gëzuar ditëlinën, miku im, se mos folim shumë se po e shumë artistat i përshëndes. Ju falenderoj shumë për kumtesën tuaj, informacione shumë të vyera këto në lidhje me të gjithë kulturën e zonës së Hasit.